Mesfushori Granit Xhaka thot se nuk dëshiron të kujtohet në histori për keq, pra duke nënkuptuar një fitore të mundshme të Kosovës me rezultatin 6-0 ndaj Zvicrës për të kualifikuar direkt në Kupën e Botës. Zvicra me një këmbë është në Kupën e Botës, pasi siç dihet Dardanët duhet të fitojnë me rezultatin 6-0 në Prishtinë për të rrëzuar nga pozita e parë. Xhaka për mediat zvicerane ka qenë i qartë se nuk dëshirojnë që një gjë e tillë të ndodhë. Në futboll kemi parë shumë gjëra, por nuk duam të bëjmë historinë. Duhet ta mposhtësh Zvicrën 6-0 fillimisht. Nëse Kosova e menaxhon këtë, atëherë është faji ynë, deklaroi ai, raporton gazeta e madhe Blik. Xhaka ndër të tjera edhe ka konfirmuar se Kupa e Botës 2026 do të jetë e fundit për të me fanellën helvetike. Me shumë qas është Kupa e Botës e fundit dhe disa lojtarëve të tjerë gjithashtu, edhe nëse është ka të bëjë vetëm që të shtyjmë lojtarët e rinj nga jashtë me eksperiencë. Gjatë ndeshjes Zvicër-Suedi ishte një rast i diskutueshëm ku lojtarët suedez u zemëruan me gjyqtarin shkak i penalltisë akorduar. Suedia e bëri një gabim serioz, ndonjëherë është më mirë të fokusohesh në atë se çfarë të bësh më mirë ti sesa të ankohesh për gjyqtarët, ishte përgjigjja mesfushorit shqiptar. Xhaka tani do të udhëtojë së bashku me ekipin e Zvicrës për në Prishtinë, ku të martën do të zhvillojnë përballjen me Kosovën.